Përshëndetje të dashur ndjekës, sigurisht që në fokus të këtij podcasti Rishtazi do të jenë zgjedhjet në Gostivar dhe tashmë në studio është Valbon Limani, kandidati i AKI-s për kryetarin e Gostivarit. Faleminderit që je sërish pjesë e këtij podcasti dhe këtij produksioni. Faleminderit për ftesën, Nazim, gjithmonë derdh dhe kënaq. Si me kundër kandidatin tuaj, edhe me ty, bisedën do ta ndajmë në dy pjesë, pak pjesa politike, sepse pas zgjedhjeve të fundit lokale, pati një lloj lëkundje në kuptimin e koalicioneve, lëvizjeve dhe sigurisht që kjo ka interes, dhe sigurisht edhe një herë do të bëjmë një bisedë me ty për ofertën politike, se tash ndoshta edhe kjo ndryshon për shkak se të ndryshojë edhe kundër kandidati. Po filloj fillimisht me pjesën politike. A mendon që AKI është lëkundur për faktin se Ziadin Sela nuk është më pjesë e këtij koalicioni? Mendimi im personal është se Alianca Kombëtare për Integrim në këtë periudhë është edhe më e motivuar dhe më e fuqishme. Vendimi i zotrit Sela të del nga Alianca Kombëtare për Integrim ishte vendim i cili mendoj që sadopak do ta dëmtojnë përgjithësi procesin e politikbërjes shqiptare, por erdhi në një kohë kur ne kishim dy raunde të përsëritura në Vrapçishë dhe në Gostivar. Në Vrapçishë, siç e dini, ka më veç një kandidat i cili është paraqit si i pavarur, por botërisht dihet se është kandidati i Aleancës për Shqiptarët të zotrit Selës. Nga ana tjetër në Gostivar, Dega kishte mos them dy rryma, por grupe të cilat mendonin se ata të cilat kanë qëndruar pranë Aleancës Kombëtare për Integrim dhe kanë marrë besimin e popullatës duhet gjithsesi të qëndrojnë edhe në këtë periudhë, dhe ka një pjesë e cila mendon se ky vendim i zotrit Selës është i drejtë. Unë mendoj që Aleanca Kombëtare për Integrim, flas parimisht në Gostivar, është shumë më e fuqishme dhe shumë më e motivuar. Besoj që ta përfundojmë procesin më 11 janar dhe padyshim do të fillojmë të përgatitemi për zgjedhjet parlamentare. Pavarësisht kësaj, sigurisht që ju do thoni që do fitoni edhe është krejt në rregull sepse jesh fushata, rikthimi i fushatës, por par nga aspekti i dinamikës politike, duhet ta pranojmë që Nevzat Beta Disi i dha një ritëm fushatës apo jo? Si kandidat. Dhe në këtë kuptim, nëse ka një marrëveshje që Vleni do të mbështes kandidatin në Vrapçishë të jo zyrtarisht, pra siç thoni dhe ju, të Aleancës së Shqiptarëve të Ziadin Selës, dhe aq sa mund të jenë kandidatët e votuesit e Ziadin Selës do të votojnë kundër jush, mund të dëmtojë kjo kandidaturën tuaj? Unë besoj fuqishëm se nuk do ta dëmtoj as pak, sepse ashtu siç e thash, trupi votues i krahut të Ziadin Selës nuk është kompakt sa i përket Gostivarit, pasi që kandidimi i këtij personi është kulmi i cinizmit politik, të cilën mundesh ta bëj Vleni. Informata flasin se shumë antarë edhe të BSE të Alternativës kanë qenë kundër kandidimit të këtij personi, të cilën jo vetëm në Gostivar, por edhe në nivel shtetëror e din se si dhe çka ka qenë, por ja që publikisht unë do t'i falenderoj ato të cilët vendosen ta kandidojnë këtë person dhe me këtë na bën një favor të madh, por nga ana tjetër i dhan popullatës në Gostivar një show kështu mediatik, të qeshura shumë, dhe me këtë e bën garën më interesante në aspekt të përshtypjes artistike e jo diçka më tepër. Dakor, ju nuk besoni që ai do të bëjë ndryshimin, por votat e Ziadin Selës mund të ndikojnë e mbështetësve të Ziadin Selës, të cilën nuk janë këtu. Edhe në çfarë kuptimi e bëj këtë pyetje, a nuk do duhesh të ndoshta ju personalisht bësh një përpjekje bashkëpunimi me Ziadin Selën, se antagonizmi me Taravarin ekziston, por megjithatë
ju ishit bashkë te AKI-ja. Po. Ne, në fakt, ne edhe unë edhe ne të gjithë kemi qenë në kontakt të përditshëm, le të them, me degën me Aleancës Zotërisë Selës në Gostivar dhe prap do ta them një pjesë e mirë ende është krah për krah me ne në aktivitetet për zgjedhjet e 11 janarit, ndërsa sa i përket pjesës tjetër, unë besoj që edhe në kuadër të Vlenit, një numër goxha i mirë i votuesve të Vlenit, tani më nuk do ta votojnë kundër kandidatin, sepse janë të gjithë njerëz të cilët kanë qenë viktima të hakmarrjeve që i ka bërë ai në të kaluarën. Ne patëm unë, do me thëmë bëra edhe ne si redaksi, e bëm bisedën me zotin Nevzat Bejta. Mua më vjen keq që nuk arrit të bëhet një debat, megjithatë përshtypja e tyre është se ata do të fitojnë, apo edhe ai thotë që ai do të fitojë, sigurisht, pra themi jemi në fushatë dhe ju e thoni të njëjtën. Megjithatë, një gjë që ai thotë është se ju fokusoheni më tepër se çfarë do të bëni në periudhën e vazhdim dhe si Aleancë për shqiptarët të zotit Taravari nuk tregoni se çfarë keni bërë për këto 8 vite. A vlen, a mban ky konstatim, kjo akuzë që në qoftë se ju pyesim ja dhe unë do t'ju pyes direkt, çfarë ka bërë Aleanca për shqiptarët me në krye Arben Taravarin dhe ju, aq sa ishit, për këto 8 vjet? Fillimisht sa i përket debatit, unë jam i thtar i zhvillimit të demokracisë dhe debati është njëra nga veglat më të mira, por do të kesh të drejtë morale të kërkosh të debatosh. Personin fjalë për zgjedhjet e 19 tetorit nuk ka qenë as pak në Gostivar dhe në Maqedoninë e Veriut, që spaku ta ushtron të drejtën e votës. Gjatë tanë kohës, gjatë këtyre 4 viteve të kaluara, nuk ka qenë as pak në Gostivar, ka një rezidencë që në fshatin e tij në Duf dhe tani paraqitet prej askundi dhe kërkon demokraci, të drejta demokratike e kështu me radhë. Sa i përket asaj në fakt vjen, kandidohet, nuk ka asnjë farë programi, asnjë farë projekti, do të thënë merri përshkruan projekte të cilat me veç kanë kaluar në ato 2 shpalljet e qeverisë. Për atë se çka ka bërë Arben Taravari, po edhe unë në 16 muaj derisa isha, qytetarët shumë mirë e dinë, kemi diku mbi 30 rrugë të rikonstruara, kemi mbi 30 kilometre kanalizim fekal, kemi diku mbi 15 kilometre ujësjellës të ri, kemi 5 terene sportive të rësisht të rinovuara, kemi një park të vogël me kënd lojrash edhe me teren sportiv të renovuar, kemi afër 3 çerdhe të reja në këto 8 vite, kemi rikonstruim të tërësishëm gati se të gjithë shkollave edhe të mesme edhe fillore në kuadër të komunës së Gostivarit. Një prej tyre është shkolla fillore Goce Delçeve, e cila ishte e lënë në mëshirë të fatit, ku nxënësit mësonin kushtimisht në ujë kur kishte të rreshura e kështu me radhë. Qytetarët gjithsesi kanë pa dhe rezultati i 19 tetorit më së miri e tregon atë se sa kemi punuar, në fakt edhe unë si kandidat sa kam punuar. Po, ja këtu për aspektin politik dhe pastaj do t'i kthejmë edhe këtyre si më thënë realizimeve, sepse akuzat janë për korrupsion të madh ndaj jush dhe ndaj Taravarit, por fillimisht pse mendon Valbon Limani që Vleni e ndryshoi kandidatin? Ku e shihni ju logjikën që në këto zgjedhje të përsëritura ndryshoi kandidati? Vleni e ndryshoi kandidatin sepse nuk kishte njeri që pranonte të del në garë, pas rezultatit të cilën e panë më 19 tetor dhe një dallim prej 13.000 votash, dallim që asnjëherë nuk ka ndodhur në asnjë komunë urbane në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe duke parë këtë realitet, nuk ishte njeri normal i cili do ta pranonte këtë sfidë,
Nga ana tjetër, ashtu si që shohim edhe krerët e Vlenit shumë pak janë të interesuar për komunën e Gostivarit, gati se nuk vinë nga ndonjëherë kështu ardhje sporadike, shpejt edhe shkojnë. Kjo tregon qartë se ata nuk kanë pas interes, edhe në aspekt kohës të harxojnë, po edhe në aspekte tjera. Personi i cili gjithmonë është i gatshëm, unë e quaj humbës të 5 fisht personin fjalë, edhe 2029, gjithsesi nëse nuk do të ketë ndonjë kandidat, prap do të paraqitet diku 1 muaj, 2 muaj para zgjedhjeve, do të vjen. Janë mësuar qytetarët e Gostivarit ta shohin si pjesë e garës elektorale. Kjo ishte përfundimi i gjithë asaj që ndodhte dhe në fund normal kanë vendosur që ta kandidojnë këtë person. Dakor, Nevzat Bejta tha që unë u angazhova sepse mendoj që mund të kontribuoj në të mirën e qytetit, nga se këto 8 vjet nuk është bërë asgjë dhe është bërë shumë korrupsion. Dhe të lidhem pak edhe me një pjesë të akuzave që ai thot, njëra prej të cilave është se një pjesë ndërtimeve që ju keni bërë ose nuk ka ndodhur, ose nëse ka ndodhur me çmime shumë të larta se sa çmimet reale. Sidomos asfaltimi rrugëve, ose përmend edhe faktin e gropave, ku thotë që në fakt nuk janë mbuluar gropat e rrugëve, por parat janë harxuar. Përgjigjen për këtë person, për prapë do të them humbës i 5 fish, vitin 2005, raundin e dytë, PD-sha tërhoqi kandidaturën dhe ky s'kishte kundër kandidat u bë kryetar komune. 2009 pasoi debakël nga Rufi Osmani, 2013 me inxhinjering fitoi komunën e Gostivarit, 2017 dhe 2021 dy herë pasoi debakël në Gostivar, pa pasur asnjë farë legitimiteti moral për të kandiduar. Kandidohet, ne që e dim që jemi prej Gostivari e njohim shumë mirë, sa për keqpërdorime dhe kriminalitet, nëse ka ndonjë personalitet që është sinonim për të gjithë të këqijat e kësaj periudhe në fakt të tranzicionit në këto 20-25 vite të fundit, padyshim është ky person. Sa i përket akuzave, unë publikisht e kam thënë, ai publikisht sfidën nuk e ka pranuar. Të gjithë këto të cilat i thot, lirisht le t'i dorëzoj në prokurori, kurse unë tash nuk do t'i jap publicitet këtij personi, pas 11 janarit për gjithë ato të thënat e tij, të cilat kanë të bëjnë me udhëheqjen time në krye të komunës Gostivarit, do të ketë padi për të cilat ai duhet të jep përgjigje para organeve kompetente, dhe atëherë do të shohim kush dhe sa dhe si ka bërë. Sa i përket ati, Amerikanë thunë se atë shumë e kanë trajnu në Amerikë, kanë harxhu Amerikanë diku $150,000-200,000, ashtu thot, follow the money. Edhe ne e dim se me çka posedon. Se edhe këtë pyetje ja bëra Nevzat Bejtës, do ta bëj dhe ty. Një pjesë e madhe e qytetarëve mendojnë dhe kanë përshtypjen që akuzat për korrupsion bëhen vetëm gjatë fushatës, dhe kur mbaron fushata dhe kur marrin postet ata që fitojnë, pastaj proceset nuk vazhdojnë tek autoritetet, tek institucionet. Dhe pyetja e logjikshme është, nëse ka ndodhur kështu, pse nuk është ngritur atij akuzë ose një sër akuzash për ato keqpërdorime që i ka bërë? Me sa kam informat, ai ka diku mbi 7-8 padi, të cilët janë në organet kompetente dhe të cilat nuk e di pse nuk kanë mbaruar dhe pse ende qëndrojnë diku aty. Sa i përket thash kësaj pjese, padyshim që pas 11-it prej 12 janar unë do të ngrej padi edhe private. Dakor, po unë jam i detyruar për disa prej tyre të pyes, edhe për hir të balancës. Çështja e gropave, ai thotë që gropat ekzistojnë, parat janë harxuar dhe nuk janë mbuluar ose ai manipulon. Domethënë ai nxjerr kontrata të cilat janë kontrata kornis. Kontratat kornis si zakonisht bëhen me vlerë të caktuar, por shpesh ndodh që ajo vlera as pak mos të harxohet. Përmendte një kontratë për rikonstruim të rrugëve lokal për 700.000 euro, ku nuk është harxuar asnjë euro, edhe gjithsesi për këtë do të ketë padi për shpifje, por edhe për gropa, domethënë kontratat të cilat janë bërë dhe nuk janë harxuar të hollat, sepse komuna normal, shembull gjatë periudhës së dimrit, patjetër të kontraktosh një kompani për pastrimin e borës.
Në raste kur nuk kemi rreshje të borës, ato mjete as pak nuk harxhohen. Ky çka bën tash, i nxjerr prej sistemi ato kontrata, edhe në çdo emision i merr i ngren njasat holla kanë nënshkruajt këtu, mendoj tenton të manipulon me popullatën dhe me masën. Ja për shembull një konkretisht ose një sallë sporti e cila mund të kushtonte rreth 50.000 euro, ai thotë që është harxuar 750.000 euro për këtë. Po edhe aty gënjen, në fakt edhe aty ku e ka thënë ajo kushton 500 e diçka, po unë do them 750 se njerëzit mendojnë se më shumë kanë harxuar, se ai tipi i tillë është. Nuk ka të bëjë me një sallë, po ka të bëjë me një komplet, kat përdhes, i cili ka edhe pjesë tjera, i cili ka edhe sistem elektronik, edhe për përkthime kështu me radhë mos sqarohemi, prapë do të them unë thjesht nuk duhet bin nivelin e atij, sepse nuk e shoh vetëm nivelin, për gjithë këto akuza, ai të cilët i ka bërë, unë do të përgjigjem pas. Për hir të balancit unë jam i detyruar disa të paktën ti përmend, sepse edhe i shënoja, për shembull, edhe janë akuza të cilat bien në vesh të qytetarëve. Nëse është e vërtetë që një karike është bler 10-15.000 euro. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Ai e thot, atëherë lind pyetja normale, a është e vërtetë? Po nuk mundet, se nëse një karike kushton 10.000 euro, atëherë 50-60 karike kushtojnë 600.000 euro. Gjithë projekti nuk kushton aq. Aty e sheh se sa ka prirje për manipulim personin fjalë. Ja do të përmend se edhe një zdi këtu ka përmend se i përsëritën në të gjithë emisionet. Përmendi se një projektim kushton 5.000 euro, ndërsa ato kanë bë një kontratë për 200.000 euro. E nga ana tjetër, ne veç në thirrjet e qeverisë kemi aplikuar mbi afër 70 projekte. Në dhe 70 projekte në qoftë se i quajmë nga 5.000 euro, del se do është 350.000 euro të harxojmë, ne kemi harxuar 200.000 euro. Tash ai ka prirje edhe për manipulim, por edhe të menduarit e ka ashtu ai si mendon dhe ashtu si ai ka punuar. Ja unë tash nuk kam dash të merrem me atë, po një prej fakteve edhe një prej dëmeve që ai ka bëu komunës së Gostivarit dhe që qytetarët nuk e din, po ja do ta përmends, ka qenë një procedurë të cilën e ka bë prej në vitin 2005 kur ka qenë kryetar komune dhe nuk e ka bë si duhet, domethënë me qëllim e ka bë në mënyrë të tillë që të zvaritet i gjithë procesi për 30-40.000 euro dëmshpërblim, e ka bërë të zvaritet deri në vitin 2022 ku komunës i ka erdhur vendim për të paguar 1.200.000 euro. Këtë e ka bërë personin fjalë. Domethënë, komunën e Gostivarit e ka dëmtuar për 1.200.000 euro pa bërë asgjë. Po ka proces gjyqësor për këtë për shembull? Ka edhe ka mbaruar. Ka edhe ka mbaruar, sepse ka vendos organet kompetente, gjykata ashtu siç ka vendos. Dim edhe shumë punë tjera, qytetarët flasin se si ka pas prirje për ndarjen e kamatave me operatorë të ndryshme, kështu me radhë, por prapë do ta them e përsëris nuk duhet bi në nivelin e atij. Më duhet të përmend edhe një akuzë, sepse sipas Nevzat Bejtës, rreth 500.000 euro komuna ka dhënë për mbështetësit tuaj me kontrata të bëra nga agjenci për punësimi dhe ai thotë se për 8 vjet rreth 4.500.000 euro janë dhënë për njerëz të cilët nuk kanë bërë asnjë gjë, ndërkohë që kanë kontrata me komunën dhe një pjesë e tyre madje nuk jetojnë as në Gostivar. Prap shpif, normal, ato janë nuk janë cifrat të cilët i përmendën personin fjalë, janë cifra shumë më të ulta, por të gjithë janë njerëz të cilët janë pjesë e sistemit, edhe në komunë të Gostivarit ka edhe sistem për evidencë, kështu që shumë herë ka pas edhe inspektim, edhe nga inspektorati i punës, edhe nga inspektorat tjerë dhe asnjëherë nuk ka pas asnjë lëshim apo rekomandim se punëtorët të cilët janë të regjistruar nuk vinë ose nuk i kryen obligimet e veta. Këto janë të gjithë dokumentet të cilët janë të qasshme, publike janë, kështu që të gjithë inspektimet të cilat kanë qenë në komunën e Gostivarit kanë treguar se nuk është ashtu. Unë e kuptoj, për të 6-ën herë tentojsh të bëhesh kryetar komune,
njeriu do të bën çmos, do të shpif çmos, por përgjigjen më të mirë do ta marr jo prej nesh, por prej popullit më Sigurisht. E thamë edhe duhet ta pranojmë, prezenca e tij sigurisht i ka dhënë një dinamik jo vetëm Gostivarit, por gjithë skenës politike, për hir të historisë që edhe ai ka, dhe kjo nuk mund të mohohet, por nuk dua t'i kthem kësaj çështje. Dua për këtë pjesë një pjesë, domethënë për pjesën e ofertës të zotit Nevzat Bejta, është që mbështetet tek qeveria dhe tek mbështetja që qeveria do t'i jap projekteve nëse ai fiton. Pyetja ime për ty është, edhe ja bëra edhe atij të njëjtën pyetje, a mendon se do të dënohen qytetarët, ose a është e drejtë nëse dënohen qytetarët nëse votojnë kundër prirjeve të qeverisë? Ose për ta përpyetjen edhe ndryshe, a mendon që nëse ti zgjidhesh kryetar, ju zgjidheni kryetar, që qeveria nuk do t'i mbështes projektet dhe sigurisht që qytetarët përsëri do të mbesin mangut me atë që është premtuar? Unë nuk mendoj se do të dëmtohen qytetarët, se sfundi ne një numër të madh projektesh më veç i kemi fituar nga thirrja e dytë, dhe të gjithë janë në procedurë, në vijim, kështu që këto projekte të cilat kanë kaluar, padyshim që do të mbarojnë për një kohë të caktuar, disa prej tyre kundër kandidati i përmend si pjesë e programit të tij parazgjedhor, sepse nuk ka program parazgjedhor, përveç se të mirret me ato kontrata dhe fleta. Unë mendoj që nuk do të ketë spaku në këtë pjesë, nuk do të ketë ndonjë dëm, sepse aty nuk jetojnë veç qytetarë të cilët votojnë Aleancën Kombëtare për Integrim, por jetojnë qytetarë të cilët edhe votojnë të gjithë partitë politike, por edhe të gjithë të mirat të se mund të vinë do të shfrytëzohen nga gjithë qytetarët. Pra ju thoni që kur kundërkandidati juaj i thotë që këto janë projektet që do t'i mbështes qeveria, janë praktikisht projektet të fituara tashmë. Po, ato janë projektet të fituara, disa ishin 50 në numër, dhe ai përmend të njëjtat, sepse prapë do ta them, nuk ka as program parazgjedhor asgjë. Mendoj se nuk do të ketë, sa i përket kësaj pjese, në një dëm ndaj qytetarëve të Gostivarit. Kështu ndodh kur njeri s'ka se çka të ofron, normal, njeriu kur s'ka kualitete të tjera ose nuk ka një program të caktuar konkret, do të merret me këto. Edhe një pyetje këtu që lidhet me këtë, dhe pastaj do të pyes për ofertën tuaj politike. Nuk keni frikë që këto projekte, edhe pse janë të fituara, nëse fitoni ju dhe ju jeni kandidat opozitar, që nuk jeni pjesë e qeverisë apo e strukturave qeveritare, që këto projekte do të vënohen, që fondet do të vënohen, që të krijohen probleme, për të krijuar ty probleme si kryetar? Sinqerisht mendoj se jo, sepse ashtu siç thash, një numër i madh i konsiderueshëm i tyre më veç janë në vijim e sipër, disa janë mbaruar, disa janë në fazë të fillimit të tyre. Më uroj dhe besoj që të mos jetë kështu, por në fund koha do të tregon më së miri. Dakor, te pjesa e ofertave, sigurisht që kjo është era e dytë disi që ti përfshihesh në fushat, është bërë e ditur, megjithatë ku do jetë ndryshimi, jo thjesht si strukturë, sepse ajo është pak a shumë e njëjta, ju jeni pjesë e aleancës së zotit Aravari. Megjithatë ju do jeni kryetari. Ku do jetë ndryshimi? Pse duhet ja pas ofertës që jep Nevzat Bejta, përsëri qytetarët të votojnë për ty? Për 16 muaj unë ushtrova detyrën si kryetar komune, dhe për ato 16 muaj normal jo unë, po gjithë ekipi i cili qëndron pas meje, kemi punuar me shumë përkushtim edhe për të arritur, për të aplikuar me gjithë këto projekte, por edhe kemi realizuar një numër të madh projektesh për aq periudhë të shkurtër. Vetë fakti që unë çdo ditë jam mes qytetarëve, mes të miqve, bashkëqytetarëve të mi, e shohin se me sa dashuri e zelle punoj këtë punë, fundja unë me profesion jam mjek, vendin e punës e kam në klinikën universitare të endokrinologjisë në Shkup,
por me gjithë energjinë dhe me gjithë motivin që e kam për qytetin tonë, për Gostivarin, do të mundohem që në këto 4 vite, ashtu si që bëra në ato 16 muaj, të jap një frym ndryshe Gostivarit dhe jo vetëm unë, por edhe ekipi i cili qëndron, edhe Këshilli Komunal në krye edhe me kryesuesin më tash Valdit Xhaferi. Jemi një ekip, ta quajmë relativisht i ri, i cili besoj që do të jetë edhe një shkëndi për politikbërjen shqiptare edhe në Gostivar, por pse jo edhe më gjerë. Mendoj që njerëzit gjithmonë i mirëpresin, le ta themi, risit apo fytyrat pak më të reja dhe më pak të konsumuara, që të shohin se çka mund t'i ofrojnë atij komuniteti ose atij vendi. Po çfarë projektesh do të ndërmerren, të cilat nuk janë këto të qeverisë, po që ja ju do ta sillni ndryshimin? Atë që edhe e thoni, jo thjesht vetëm si mendsi, por edhe si konkretisht, domethënë për qytetarët. Përveç këtyre projekteve që janë fituar dhe disa janë dhe i kemi përmendur më, gjithashtu tani kemi një projekt për parking nën toksor me 2 nivele afër godinës së komunës së Gostivarit, të cilët normal konform mundësive do të shohim ta realizojmë vetë apo me ndonjë partneritet privato-publik. Kemi gjithashtu sheshin e Gostivarit, transformimin e sheshit të Gostivarit me 9 kalime dhe prapë me parking nën toksor, i cili gjithsesi do të shihen të 2 opsionet, sepse është një projekt pak goxha më i madh dhe me kosto më të madhe. E kemi një projekt për një intervenim në parkun e qytetit, një projekt i bën nga një student shqiptar në Sloveni, tashmë arkitekti diplomuar, e cila nuk ka kosto të madhe, me 2 paviljone dhe me si liçej të vogël artificial. Gjithashtu kemi masa të shumta, të cilat i kam përmendur, masa për të rinjt, domethënë 1.000 euro, 60.000 denar për çdo startup të ri, të cilën do ta nisë ndonjë i ri deri 30 vjeç. Gjithashtu kemi subvencionim për gratë, fuqizimin e grave sipërmarrëse, të cilët do të hapin biznese të reja. Çdo vit kemi një program interesant për gjyshrit dhe gjyshrit, të cilët kujdesen për niprit dhe mbesat e veta, domethënë një ndihmë prej 30.000 denarësh në vit, në qoftë se të 2 fëmijët, në fakt edhe burri edhe gruaja janë në punë. Kemi gjithashtu parapas subvencionim të veturave elektrike për taksi kompanit, për 100.000 denar në vetur, të gjithë taksi kompanit të cilët do të blejnë vetura elektrike, dhe me këtë normal të ndihmojmë në ndoqjen më të ulët të ajrit në qytet. Kemi gjithashtu projekt të parapar me UNDP-n, City Experimental Fund, bashku me komunën e Kavadarcit, 2 komuna në Maqedoni jemi, të cilët punojmë për gjetjen e një mënyre më të mirë për menaxhimin me mbeturina inerte, edhe shumë iniciative dhe projekte tjera me të cilat do t'japim një frym tjetër. Dakor, e bëra këtë pyetje edhe kundër kandidatit tuaj, edhe ty do ta bëj. Dakor, në fushat premtime ka shumë, por parat prej ku do të gjenden? Se zakonisht ju ndoshta edhe keni atë momentin për ta parë që gjatë fushatës u bën premtime dhe tani qytetarët në qytete tjera ju thonë, ok, ku janë, kur fillojnë, ku janë fondet, ku do t'i gjeni parat për t'i bërë gjithë këto? Parat të gjithë janë të planifikuara me buxhetin vetanak të komunës së Gostivarit, një prej masave e cila ndodhi para zgjedhjeve, të cilën e kam propozuar në kohën kur isha kryetar komune, ishte ndihma financiare për 6.000 denar për çdo fëmijë të posalindur në kuadër të komunës së Gostivarit, dhe për 1 vjet me sukses e kemi realizuar këtë masë. Domethënë të gjithë këto janë me numra të caktuara dhe me të holla, me shuma të hollash të përcaktuara në buxhetin e komunës së Gostivarit, që të njëjtat të realizohen. Do thënë janë me numër të caktuar, nuk janë se do të përkrajmë në qoftë se këtë vit 200 të ri hapin startupe, me siguri nuk do t'i përkrajmë 200, por ka një numër të caktuar, normal ato të cilët do të aplikojnë të parit, ato do t'i
fitojnë këto subvencione, të gjithë janë të planifikuara në buxhetin vetë. Në komunën e Gostivarit dhe jo vetëm, por me që aty është fokusi, sigurisht edhe votat e jo shqiptarëve, nëse mund ta them kështu, janë të rëndësishme. Duke marrë parasysh kontekstet politike, a mendon që VMRO-ja me thirrjen që bën dhe me mënyrën se si funksionon dhe ku trupi votues i saj është shumë besnik, do të dëmtoj kandidaturën tuaj, duke ditur që subjektet që janë pjesë e qeverisë do të mbështesin kundër kandidatin tuaj. Nuk e përjashtoj edhe atë, mirë po duke marrë parasysh se periudha është pak si specifike, posaçërisht sa i përket tyre festave të që i kanë qytetarët ortodoks të them, në këtë periudhë unë mendoj që dalja e bashkëqytetarëve maqedonas do të jetë shumë e ulët. Në fakt do të jemi të sinqertë se në garë kur ka dy kandidatë shqiptar, normal që interesimi do të jetë i ulët edhe përkundrejt instruksioneve të se mund t'i marrin nga partia AM. Unë mendoj që zgjedhjet lokale janë pak më specifike dhe gjithmonë njerëzit në përgjithësi posaçërisht ata të cilat nuk janë aktivistë të flakt, më tepër vlerësojnë personalitetin, kandidaturat, sesa le të them instruksionet partijake, por gjithsesi mund të ndodhë që të ndikoj kjo, por ne si Aleancë Kombëtare për Integrim, ku bëjmë pjesë dy forcat më të mëdha të komunës së Gostivarit, nuk besoj që do të luaj shumë rol të madh kjo. Fakti që VMRO-ja perceptohet si më nacionaliste, e mendon që e dëmton kundër kandidatin tuaj? Po, gjithsesi çdo kandidaturë në komunat me shumicë shqiptare ashtu perceptohet dhe mendoj që mund të jetë e dëmshme sa i përket procesit zgjedhor, do ta shohim më 11 janar do të jetë pak më e qartë. Në fund të kësaj bisede, do të bëj 10 pyetje blitz, të njëjtën që e bëm edhe me kundërkandidatin tuaj, të cilat edhe japin dinamik, por edhe besoj që ju jepin mundësi qytetarëve të bëjnë vlerësimin për kandidaturën tuaj. Dhe fillojmë. Pse je kandidati më i mirë për kryetarin e komunës? Sepse jam kandidat i cili ka qenë për shkurt kohë kandidat dhe kërkoj një mandat të tërë për ta dëshmuar gjithat që kam bënë 16 muajt e kaluar. Cila është gjëja e parë që do ta bëni kur do ta merrni postin? Gjëja e parë do t'i falenderojmë çdo njërit që ka dhënë kontribut në fitoren tonë dhe do t'i përveshim krahat për të punuar. Cili është problemi kryesor i Gostivarit? Problemi kryesor i Gostivarit është infrastruktura nëntoksore. Cila është përparësia e Gostivarit në krahasim me qytetet e tjera? Përparësia është lumi Vardar dhe gjelbrimet të cilët i ka. Një politik që do ta implementoni për t'i mbajtur të rinjt në qytetin e Gostivarit? Subvencione për të rinjt edhe për krijim të bizneseve dhe për aktivitete tjera, si dhe financimi i 2 qendrave rinore tërësisht nga komuna. Më shumë infrastrukturë do ndërtoni apo më shumë punësime? Më shumë infrastrukturë. Pika e dobët e kundërkandidatit tuaj? Nga gjithë anët i konsumuar, edhe politikisht edhe nga gjithë anët. Pika e fortë e kundërkandidatit tuaj? Nuk ka të tillë. Po megjithatë një duhet ta ketë, se edhe ata e pyeta kështu se. I mirë për përshtypje artistike për show. Cili do të ishte mesazhi që do t'i jepni qytetarëve për antikorrupsionin si një nga problemet kryesore? Në çdo institucion që ka të bëjë me komunën e Gostivarit dhe në çdo moment ku do ndodh që dikush t'ju kërkoj për ndonjë shërbim në një të holl, do t'i lusë që të njëjtit t'i paraqesin te unë dhe unë bashkë me këto do t'i paraqes në të gjithë organet kompetente, edhe në polici edhe në prokurori. Dhe krejt në fund, cili është mesazhi juaj për votuesit? Mesazhi është që të diellen të gjithë së bashku me familjarët, të dalin në mënyrë të qetë dhe demokratike, ta ushtrojnë të drejtën e votës me Gostivarin në zemër dhe që të gjithë së bashku pas 11 janarit ta bëjmë Gostivarin vend më të mirë për të jetuar.
Valbon Limani, faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit Tinas. Të dashur ndjekës, me këtë pjesë të intervistës ne përmbyllim podcastin sot që ishte pak i veçantë, 2 intervista, megjithatë të cilat dhanë një perspektivë për atë se çfarë i ofrohet Gostivarit, por jo vetëm kjo, sepse dinamika politike megjithatë sjell edhe një këndvështrim pak më të gjerë. Pavarësisht se janë zgjedhjet në Gostivar, 2 kandidatët reflektojnë edhe një ofertë politike për te i tyre. Besoj se ne do të ndjekim zhvillimet në këtë qytet, por dhe ato politike, dhe do të vim sërish në podcastin e radhës për të analizuar se çfarë impakti kishin këto zgjedhje të përsëritura, jo vetëm në Gostivar, por edhe më gjerë. Deri herës tjetër, nga unë Azim Rashidi, mirupafshim.